Përshëndetje, e mirë se vini në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Joana, dhe si gjithmonë kena Elvisin mrapa kamerave. Në kulturën shqiptare, shpesh herë kena has edhe në Goellana, edhe në mitologjinë e vjetër. Sot do na me fol për një diçka që mendoj edhe në kalumen e kanë folë shqiptar, kanë ekzistu edhe në sotmen. Aja është, e kena thirë magji. Pra, magjia me atë sa unë kam mësu, ose kam një për Goellanave edhe të pleshve, por edhe që jam mënu me ledzu, ose me një edhe video tjera, është shumë e lashtë, vjen nga shumë kulturat ndryshme, por edhe në kulturën shqiptare ka pas një pozicion shumë të veçantë, si për mirë edhe për keq. Është një, kisha thënë, është një nër dikur në kohë tonë, i kanë thënë një shkodran, që tash nuk e di se si i thojnë në persona, se jam e sigurt që jo të tanë përdorin fjalë magji, po dikur në Shkodër i kanë thënë nina. Edhe është një gjë që prej disave besohet, prej disave nuk besohet. A kena një historinë, ma do mendja që edhe ju të tanë keni një historinë, se ka kënë diqa ju e pa zakont për me në një. Po kënë diqa që ka prej paka shumë shoqni shqiptare, edhe në për mahalla, edhe në për shpia, edhe në për shoqnia fole. Ju pëthojnë i ka kënë, edhe ashtë, se ka shumë njërë që edhe sot i besojnë ato gjana. Nuk ka kënë veç dikur, nuk është dikur ka kënë që ma e theksume, por tesh edhe sot ka njërë që e besojnë. Tesh në aballë si zënë për shumë, kur na thejet diqa, na prishet diqa, thojmë, pa kush na pas ka marrë mësyshme? Ashtë më falë edhe kja tjetër mësysh. Mësysh, magji, dhe më thënë janë, noshta tamam Goellana nuk e di se, nuk është se nuk mundën ata që besojnë në sot, nuk është që duhet të besojnë në to. Më falë Manjoli, këta njerëz që besojnë magji, ose këta njerëz që janë njoft për me ba magji, janë ata njerëz që menohet që kanë një fuqi, energji tjetër, të minatyrshme, një energji tjetër që i përket një dimensioni tjetër, dhe unë personalisht me atë sa unë di edhe kam një, thojnë Shkodër që është kukazan sa shpa gjan. Pra, përderisa shumë kultura të fillu prej indiane, afrikane, kineze, evropiane po që po? Arabiane, turket, se për shembull, pa me pa në telenovela që kina pa turke, me sultane, me gjana, i kanë përdor gjithmonë magjinat e mira dhe magjinën e zezë, si thirë magjia e zezë. Kur ban keq, domethënë, çojnë ashtu. Puna është se na nuk dina normal që s'dina mi shpjegu tamam ato gjana, por është si puna e energjisë. Është ka njerëz që kanë një energji ndoshta shumë të keqe. Po. Edhe ajo është një forcë që e minatyrshme, që e kanë për keq. Po. Edhe janë si ka dhe njerëz që si ata që kanë energjinë e mirë. Është dikush për shembull që ndoshta nuk të bën s'ka bë kur gjë për ty, thjesht ajo energjia e atij person të bën mundi mirë, pa bë kur gjë. Ashtë pra, dhe më thonë se tesh me vun me një fjallor tjetër, kisha thonë në, Angeli, njërës të mirë këtë bolë se, si thojnë, si ejla, është i gënjeri, mos të aprish si dzerë goja, heqo, ose se me thonë, shenjtena që dionë janë ata pozitivet. Ata që i përdorin nërsh, të që kina thonë, edhe të fjallën tjetër shtriga. Po, nësë për keq. Për keq. Dhe më thonë, janë ata dy se si po flasin, po na dalin se na kujtohen fjalët e aty në viteve që janë përdor. Ose edhe nër pralla, ki pas shtrige. Apo ja, vër bardha me hirushen, që i bani atë, dhe më thonë, një farë të vërtetë, si e tha dhe Marku, ku ka zos, është pa gjatë, është një farë të vërtetë të mundet me kenë. Jo të tani besojnë, sepse është edhe ja tjetra, që në qofë se beson në Zot, nuk mundesh me besu në magjina. Por edhe me përmendimin tem, edhe me fe, edhe me Zot, me gjithë shka e mira dhe e keqja kanë ekzistu gjithmonë të njëjtën kohë. E vërtet. Kështu që se si ndoshta dikush e beson ose nuk e beson, ose si e përshkruan dikush, është diçka tjetër, por që ka ekzistu gjithmonë e mira dhe e keqja,
aja ka ekzistu. Dhe më thanë, në bas të historisë, sa t'ja përfundaj Gjans, më falë, edhe angjëlli që iku prej Zotit, u ba djallë. Ja, Luciferi. Edhe kështu që dhe më thanë, normalisht edhe marrën e fejs, besohet dhe më thanë që ekzistan e keqja, si ekzistan e mira. Për sa i paket, mendoj unë këtyne mitologjive të vjeta që hinë edhe magjia, ose si thojnë shkudoran që mnia. Këto gjana janë të hub në për vendet të civilizume. Të pas parasysh se teknologjia është ndryshe, jeta funksionon ndryshe, i kam lu këto gjana. Dhe më thanë janë më lu me plun dhe njerëzit kanë nis me i ignoru këto gjana. Edhe, e kam fjallën nuk i besojnë. Por, une jam plotësisht i vetëdijshëm, kam pas edhe shumë raste personale që njerëzit vetë më kanë diftu me ndërgjegje shumë pastër për rastet e tyne familjare që kanë pas mënina të lloj ndryshme, pa himi përmend i herë me kryp, me gjylpana, me letra shkrume. Me që po di unë, dhe më thonë gjona, janë, dhe më thonë, kur i thojnë është shumë të bezdishme mi përmend dhe mi kujtu, dhe më thonë, që kina një, që kina pa. Por, krejt me pluhu nuk janë, se për shamun, gjose ke vure, fatkeqësisht, ke edhe njërës që të lanë mesazhe, filani ban kështu e filani ban ashtu. E kam fjallën që... Kanë dikur në Shqipni kanë edhe të njoftën. Po. Për shembull, e kanë ditë, unë maj mend në din kur kam kanë e vogël, i maj mend ka herë kujshit ose njerëzit që thoshin duhet me shku te filani, filan vend për shembull një katon ose një qytet tjetër ose dikon, jo, ka shku edhe ka baj këtë gjë. Keqe për shembull. Ose ka njerëz që këtë keqen që ta ka ba dikush mundet me ta zgjidh. Sidomos kanë kënë hoxh. Për me ba mirë. Për me ta hek ma gjithë. Me ta hek. Pra, thoshe që i me shku me të knu hoxha që me ta hek për shamu se ka. Po, hoxh kanë ditë me knu, dhe me ta me ta hek, ose me ta gjetë ma gjin, edhe me ta hek ma gjin, janë kënë hoxh, janë kënë njoftën në Shqipëri. Shumë njerëz i kanë pështu se për shamu. Edhe dervishat. Okay. Dervishat. Për dervishat se kisha një, dhe më thonë, por e di dhe më thonë një në historinë që kam një, se as nuk i di, as nuk i ashtu, ishte një familje që s'mujshin pas fmi, histori e vjetër, nështë 70 vjeqare, Po jo, dhe më thonë, këtë që e kam njone, dhe më thonë, se e njaf. Personi që ma ka thënë, dhe më thonë e di. Ka një 70 vjetë, Ja marë, se jam ati bresit, dhe më thonë që i ka në kalu kështu si gojlon, dhe i ka pa thonë që s'mullon e baf mi, këta me vite me rrallë, para se me dek, me thonë, i thot një anë i pa, din thot për qas ke mujt me ba, dhe më thonë, i kishte med, nakel paka, ja. Edhe i thote, keni një pemë të malë, e thote, në barë, shkoni hapne, edhe keni me pa, e hapne, e gjetne, ma gjinë aty, dhe më thonë, sa e vërtet ashtë, nuk e di se s'kam gjenë aty. Ka shumë gojlana që janë disa që nuk e di në sa të vërteta janë, si gjana tjerë. Por, a kanë thonë njërës që i kanë ba, edhe i kanë gjetë dhe më thonë, kanë shku për shamull të filani, edhe i kanë thonë që filani din për mi hek këtë keqe që ta ka ba dikush, edhe është, dhe më thonë, e kanë gjetë për i mënd një aty ku i kanë thonë që e ke. Dhe më thonë, e kanë pasi fije fuqi të fort për me i gjetë, por e kanë përdorë për mirë, se tha me kja, për këta njërës që i kanë energji të keqen, ose të mirën për me të gjba. Shpeshherë njerëzit bin konflikt me veten, sepse e ngarrojnë pak shkencën me anën shpirtnore. Janë disa gjana që i shpjegon shkenca dhe ata të mos ditë fort për shkencën, mendojnë nuk thot më ka ba magji. A ndoshta është një fenomen natyror ose fenomen që ka lidhje me shkencën. Njëtën kohë janë disa raste që janë po janë da raste për shembull që janë shpirtnore. Unë besoj sepse edhe në legjendat e lashta, edhe në historitë e lashta, mbretnit. Edhe mbretneshat qysh kohën e Egjiptit. Në Egjiptit atë disha me thonë. Kanë marrë njerëz afër që kanë ditë mirë. Për shembull, jo vetëm me lexu ëndrat,
Të dosh me lexu ëndrrën, janë kanë njerëz të katën. Ka kanë Josefi profet që ka lexu ëndrat, që e ka marrë domethënë e mori prifti se vëllezërit e hollën kur diftoi ëndrrën, e hollën në pus, edhe ata e gjetën, edhe filloi ky me shpjegu ëndrat, edhe mori mretin e I fali vëllezërit, edhe domethënë historia e Josefit, kjo është Josefit profet. Edhe në legjendat a përmend kjo që e kanë marrë domethënë njerëzit, kush kanë ata mretnesha, janë kanë njerëz që kanë pas parë, janë kanë njerëz që ata për natë kohë më ditënit. Prandaj ata I kanë marrë ta njerëz si kanë marrë këtë. Kanë marrë edhe gjana për shembull Belyzyqe, gjana arit, e kështu që me largu energjinë negative. Qysh në atë kohë që nuk s'kan ekzistu këta shkencat e këta gjana tjera, këta teknologjia. Unë kisha thonë, fakt, unë kam respekt për ata njerëz se kur I mendon si e kanë shiku me yje në kohën e Egjiptit, domethënë që I flasim astronomia, domethënë flasim 5000 vjet përpara, si kanë arrit, domethënë është shkollaj me gjej gjana me kompjuter, por atëherë si kanë bë llogaritjet ose ndërtimet që janë bë në ato absolutisht të mrekullueshme. Unë them janë sikur kanë zgjallën për Zotit ata njerëz. Unë prandaj them që kur I shef ata sidomos në Itali për shembull, kur I shef nëpër kisha, thu si ka mundësi që dora e njeriu të ka bë. Mund të kriju këtë lloj mrekullie. Gjë të bukur. Që ka kënë për mu, si kur është ajo energjia negative, është dhe energjia pozitive. Zoti, ajo energjia pozitive, ja ka dhënë atë dhoj talentit, atë dhoj forcet, edhe si theti është si ajo e keqja është një diçka e mi natyrshme, edhe e mira ka njerëz që kanë të mirën të mi natyrshme. Një është si e kanë ato. Na jetojmë në këtë realitet, edhe në përdumin me ba profesorin. Na jetë të tregoj historinë për shembull çka kam ne edhe çka kena ne. Jetojmë në realitetin e 5 shqisave. Pra, në bazë të realitetit na jena të kufizum, të dalim në një dimension tjetër, sepse kështu na ka kriju Zoti, kështu na ka kriju natyra. Pra, na nuk kena si me e ditë, por Zoti ka herë ta nep mundësin, ti nep mesazhet, ose janë disa kanale tjera ose disa portale tjera që njeriu me telepatin, me energjin mundet dorë me kalu dikon që jo çdo njeri mundet me fazat veti. Desha me lidh pak me atë që tha Joana, edhe se më kujtu, domethënë për përdorimi e energjive dhe bazë besimit, sepse ai që beson për shembull te magjinat, ka me thon këtë lloj që filoni ka bë magji atë. Por kur beson për shembull te Zoti, ti thu falim na është malla Zoti këtë mrekulli. Është një ndër kishat këtu në Amerikë në fakt. Janë lutë hamburgeshat sepse I ka ndërtu ton kishën, edhe u doshin më ndërtu edhe ato spiral stairs. Shkallat spirale. Edhe nuk kanë gjetë asnjë mjeshtër për mi bë. Tu luta hamburgeshat e një ditë I ka ardhur njëri edhe I ka thonë kam një që kërkoni edhe du me I bë vet. Po tjetër I kanë thënë ata. Edhe I ka ndërtu një muj këtë të ndërtu këta. Të nesërmen kur të kanë thënë që duhet me shku domethënë me pagu këtë njeri që bani këtë punë, bani të mrekullueshme, ala ekzistojnë, është ekzistencë. Kjo histori nuk është domethënë gojllan, është ekzistente. Edhe kur kanë shku me pagu kanë thënë, jo, ka I, kanë shku, ku I blevi këta drasa, nuk I dishin asu I kishin ble drasa, shkunin në qytet I kanë thënë, filani që ai ka ble këtu, jo, nuk janë ble këtu, edhe gojlanat, mas asaj, janë vërtetu që këto shkalla nuk kanë asë dhe një gosht, nuk munden mu pa ba prej njërit, edhe besohet që ka kenë Josefi. E kjo është domethënë një në histori që kush beson të pjesa e Zotit, është që këto hamburgeshat ju luten, edhe ja qovi Zoti Josefin për mja bë këta shkalla. Po thosha por që na nuk mund me dalë prej elementeve që na ka kriju Zoti edhe natyra, prandaj na kena shumë vështirë të kena një komunikim ndoshta me dimensione të tjera, duket pak si një marrime e thon, por unë mendoj që edhe në librat fetar, librat fetar fillojnë me dimensionin tjetër, domethënë
fillojnë me ëndrrën. Nëse e vemri në Bibël Josefit i shfaqet në ëndër edhe i thotë ti do lënë Maria ka me lënë një djalë, ti do të jesh roja e tij, do kujdesesh për ti, është i biri i Zotit. Njëjtën gjë ndodh edhe në Kur'an. Kur Muhameti shkon në shkretinë dhe rrin atje në 3 muaj, 6 muaj, i vjen engjëlli në ëndër, edhe nëpërmjet engjëllit shkruan Kur'anin. Pra, ke edhe gjashën Mari si e ka dalë engjëlli Gabriel për me i diftu se ti do të jesh nana e Krishtit. Pra, kja ëndra nuk ka gjë tjetër, por tregon në mënyrë filozofike një dimension tjetër. Pra, kjo një lidhje një dimensioni me realitetin, sepse ky realitet është një manipulim shumë i madh, që bëhet nëpërmjet dritet edhe fushës magnetike ku jetojmë na. Patjetër. Prandaj na kena shumë vështirë që të komunikojmë me një botë tjetër ose me një dimension tjetër. Prandaj na kena në Shqipëri për shembull kur flasin për zanat. Zanat janë ata që rrinë për male, rrinë për kroje. Zakonisht edhe ndihmojnë edhe ushtarët e kanë ndihmuar ata. Ose kena shtëzavallet. Shtëzavallet për shembull janë ata zana, ata si punë zanash, shtoj zot vallet. Mendohet që janë disa gra me tesha të bardha, davajca të bukura që kthejnë. Përnej kanë thënë shtoj zot vallet, edhe vjen fjala shtoj zavalle. Kena mandena fjalën gjin. Gjin e përdorin edhe Amerikan. E kam po një emision apo të fat për gjin. No, Amerikan janë të studiuesët, sepse a kanë si diçka e humun, por mendojnë se gjin nuk janë, si më thënë, shpirt, na? Jo, janë krijuar prej tymit, thonë. I shfaqen si tym, zakonisht dalin natën, edhe. Prandaj në vendet e male dikur ose në përfshatna kur ke dal natën kanë thënë hell paguj. Po, që mos me thonë mos me lagu, po mos me shkel. Se po me shkel të damtojnë. Po, është keq me shkel. Po. Pra, këto mendojnë nuk janë krejt marrina apo guellana. Absolutisht, pra atë po tham, në një mënyrë edhe në çfarë drejtimi të beson. Pavarësisht se gjatë rrugës. Ka vërtetu historia, sepse brez mas brezit ka pas edhe ka pas edhe njerëz që thonë nuk i ka ecë kur marr asaj familje, brez mas brezit. Se kanë kanë dikur kanë thënë kanë kanë namën, kanë ekzistuar edhe këta gjëra. Po, është edhe tjetër që domethënë se tash po jena të trem vetin të i përmend të gjëra, domethënë mos me hes në vorrë natën se nuk e din se ku shkel. Edhe dakord, ajo është. Por jo, domethënë gojllone se thosh nuk është, nuk e di. Por është edhe babi jem përmendte një shprehje nafaka. O po ty të flen thotë nafaka to ditë. Ose dikujt i punon nafaka, mos na prej atë gojë se ina lot ful. Mandej unë Joana dina mirë, megjithëse Joana është më vogël se unë shumë, po se na jena malësori në Dogaginas, gjyshe e unë, e përdor të fjallin ora. Ora, kur do të me trudi që për shumë, të vraftu ora. Ora këthi. Ora, është ajo që e ka njeriu si një dritë, një angel, menda vetes, i cili është për me të mbrojt, i cili është për me të ndihmu. Kështu është paraqitur, si më thënë, në kohët e lashta. Ora. Është ora e njërit. Pra, shumica këtyre gjërave kanë ardhur nga malet. Shumica këtyre gjërave kanë ardhur nga njerëzit që jetojnë nëpër bjerg, njerëzit që jetojnë pse? Sepse ata janë historia të vjetra, so domethënë s'kan pas. Po, e kam fjalën, arsye pse ka nga malet, në këta zonat e thella, sepse aty njeriu është marrë kontakt me natyrën, sepse në qytete je në kontakt me zhurmën, me makinën, me bicikletën, me trenin, me rrëmujen, edhe je shumë në zhurmën. Kurse ku jeton në mal, për shembull, ti bën me dal natën në mal, je në kontakt me hanin, me yjet edhe me natyrën. Pra është një meditim natyror që mund është ndoshta aty me gjetë edhe ngotësi shpirtore, por mund është me pas edhe mendime, një connection tjetër, një lidhje tjetër që nuk mund është me pas në për këta qytetet e modernizume që flason, që thonë. Para të po thoj që në qoftë të me shiku ju, e thosh ka në një vend që s'ka tesh me kalu praktikja magjia, mban përshtypje si ka mundësi që gjithmonë kur dikush ta ka diftu një histori, që ka thënë ka ba dikush magji ose mnisi, i thojmë na në Shkodër, ka ken jo prej të hujit,
ka kenë për njerëzve që ndoshta i ke pas shumë afër, që të kohijet ka dal, po mund kenë edhe gjak që e ke pas, kushërini për shembull, shoqni, ata që ti kanë ditë gjanat, jo një njeri që ndoshta ti e ke pa një herë në vetë ose herë në 2 vjet, që nuk ka ditë se ç'a është të me jetën tënde. Domethënë ka kanë ata që besojnë që dikush ja ka bërë një diçka të tillë, besojnë që ja kanë bërë ata njerëzit më të afër. Ka është edhe ajo tjetër se domethënë edhe syni hin në atë pikë. Për shembull, ki pas do njerëz që të ka pa me sy, edhe kur i thonë ka thy edhe karrijet. Në sekunda. Po, thoni ka një ka myt qet, ata qetë më që lëroshin tokën i korzu. Domethënë, kështu që kjo lloj fuqie, disa njerëz si e thamë përdorin për mirë, edhe të tjerë të përdorin për keq. Më kam ngarzuar jep, thotë nëna të kanë marrë mësysh më nëna, kanë marrë mësysh. Po tash, thuaj është vërtet është energjia. Është energjia. Nuk është se dikur na kena thënë kanë marrë mësysh se i bukur ose i e bukur. Ka kanë një koncept tjetër. Po, domethënë kjo vjen prej zemrës. Se si e ke zemrën. Nëse zemra është e keqe, ka me shpreh në sy energji të keqe. Nëse zemrën e ke të mirë, ka me shpreh në sy atë të mirën. Dime se ka herë edhe nuk e shpreh. Ka herë shpreh thjesht me veprimin që nomas asaj, se ke boll që shtihen si ti e beson se duken shumë të mirë, shumë enjoy, shumë ashtu, edhe ndoshta ajo energjia që kanë përmenda nuk është e njëjtë. Nuk i bën meç brenda jo. Energjia, domethënë në fakt ata që e kanë të keqe i reflekton në arsye. I reflekton keqe mundesh me ta hell, domethënë kur e kanë as keqe, po them. Kur e kanë as keqe, por ekziston edhe kjo tjetra se ka herë për një thojmë që nuk i njohim njerëzit. Pse? Sepse vajnat fytyrën e bukur përpara, edhe na duken shumë të mirë, shumë enjoy, por kur vjen puna përmrena, si me thonë, janë, po, shiten si shajten, po janë djallë. Normal, se të thojnë djalli është i veshur me kurnierit. Si, ki shumë njështë që majnë kryqin qaf, po kanë djallin zemër. Kështu që nuk i kombinon pamja jashtme me atë të mbrëmshme. Jo gjithmonë e difton fytyra pamjen e shpirtënore. Ta kisha thënë kaloj në një ekstrem tjetër. Po aja është dhe ma frikshme. Ata janë kalojnë në atë ekstremin që janë komplet me atë që s'duhet me kenë. Sidomos familjas, që ka njerëz që ja kanë bërë, ndoshta mendoj njerëz të familjes, aja të vret shumë më shumë se. Po jo, një që të njeh me bakët. Po ai që nuk njeh s'ka punë me ty. Normal, s'ka punë me ty. Ti na s'ka kaq as mirë ai që nuk njeh. Sidomos si mjet. Nuk e di, unë më marrë maja që këta shikusit, nështë dikur që përna shikon tesh, e ka pa, unë kam pa disa video, i kanë publiku edhe në për rrjetet sociale në Shqipëni, s'pe bërmendja të rrjetet sociale për janë bëjë të famshme, që disa gra të hell në për dyqane, të hell mnina, në për dyqane, të hell në për dyqane, mnina kanë shku, i kanë kap kamat e sigurimit, në për dyqane, në për makina, në për pragon e shpis, dhe me thonë, edhe sot ekziston aja gjanë, sa funksionon nuk e di, sa forcë mund me pas, po jam shumë i sigur, se ka shumë për jo që në jekni që keni një, ose ju personalisht, ose nga familjar tuja, familjar keni një, ma kanë një, që ka në të rase. Për atë po thëmë, këto njerëz i falë Zoti me këtë energji, por si da me e bati mandajna në cilën rrugë da me marë ti është mandajna në tanden. Këtë energjin mund është me e përdorë për mirë, këtë energji mund është me e përdorë për keq. Këtë për shemull, në një shemull të vogël, du me përmend shenjtin e preferum të Gjoans, shnanon, që është një ndër shenjtin që është pa në të njëjtën kohë në 2 vende. Ka ken të drejtu një grup të kënu, edhe s'ka mujt me ikë prej asaj, të njëjtën kohë jati në Portugali ka ken të dënu për i pafajshëm. Edhe thonë, është vërtetu që ka shku edhe ka fitu të drejten e tjatit, edhe të njëjtën kohë ka ken 2 vende. Një nër të vetmit shenjten që është shnanau i pam në 2 vende. Dhe më thonë, energjia që ja ka lon i malli Zot e ka përdor për mirë. Edhe përfundoj me kënë shajte. Fenomenet që edhe kjo i përket, janë disa fenomenet nëjshme, që nuk mundën me shpjegu. Por unë për veti, këtë gjë e mërë që në qoftë se ty Zoti të jep një energji kaq të fortë,
është në dorën tënde si do më e përdor. Jo veç ajo, po unë gjithashtu besoj që tona në trupin ton kena të mirën edhe të keqen. Kur varet te na se cilën do na më zgju, të mirën apo të keqen, ose për shembull kur lutena gjithmonë e çojmë syt në qiell sikur Zoti është në qiell. Në fakt për mendimin tim, edhe me një pak sa kam lexuar, është që Zoti është brenda nesh, e mira edhe e keqja. Për ata që besojnë Zot, Zoti është e mira, po kena edhe të keqen. Domethënë varet për nesh se cilën do na më zgju, të mirën apo të keqen. Kështu që ajo është energji, sepse mas me kalu një diçka tjetër, sikur shpirti është energji, Zoti është energji, na them nuk e shohim, po është energji, është gjithkund, është brenda nesh, është gjithkund me ne, nuk është as nelt, as poshtë. Sa herë më ke thënë për shembull kur ke shku te vendi jo ti preferum, ke pa flutra. A beson te ajo lloj energjie? Patjetër, sepse na i lypim, na që besojmë paktën, i lypim Zotit shaja. Edhe kur Zoti a jep shajat atyne që e din që i besojnë. A dini pse është Guelana ose mitologjia, pse domethënë kur vdes njëri flutra a shpirt thonë? Kjo nuk ishte në atë pikë, por unë kur jam për shembull, kur shkoj një vend preferum temin, për shembull në Kishlaçe, kur shkoj unë në Shqipëri, kur shkoj unë në Kishlaçe, gjithmonë ma jep një lloj shenjët ajo gjë. Edhe më ka nol gjithmonë me pa një flutër. Jo, se kisha punën të flutra është simbolizan që për mu simbolizan diçka tjetër. Flutra është një vetme krijesa, që është në dy dimensione të këtij realiteti që jetojmë. Nga krym, bëhet flutër, pra këtë dhe të më thanë. Pra nena, kjo të regon që edhe na, si njerëz, kur vdesim, shëndrona në një energji që thjerë shpirt. Për atë po tham, na nuk shëndrona, thjesht shpirti jonë nuk deskur, se nuk është se shëndrohesh, des trupi, shpirti jeton si energji. Si simbol dhe më thonë, merret kjo dhe më thonë që ndryshimi, por është gjaja ma bukur është se nuk është për shembull që jo të tanëve i null, si tha edhe Joana, kësa i null gjithmonë në të njëjtin vend, dhe më thonë, ka simbolin e vetë, ka atë energjinë e vetë që i kërkon në një mënyrë dhe ajo energji kthehet në këtë lloj formet që sido, unë mund të më përkthy ndrysh, por në librin e saj ka vetëm një kuptim. Gjithmonë unë mendoj që këta kanë një bazë studime jo vetëm për magji, por për tana këta elemente që merr teologjia, mitologjia dhe shumica e tyre janë të verifikuar. Pavarësisht edhe herë nuk i kanë me shiku, domethënë tamam nuk e pranojnë. Si fenomen nuk e pranojnë. Nuk pranohet. No, pranohet. Varet për kujt nuk pranohet e për kujt pranohet. Është pranu, bile i kene për universitetet e vjetra persiane, ki pas shkolla të veçanta për mësu magji? Për magjin, por a thirr ka pas një term tjetër në atë kohë, sepse gjithmonë si puna eksorcizmit. Që kanë feja katolike, ka eksorcizmin me shku, që thot i ka hi djallin në trup, edhe janë prithit që bojnë eksorcizm për me shku, thënë lutjet për me ahek të keqen për i trupit. Në njëtën gjanë kanë pas edhe, sidomos përsia vjetër i ka pas ta, njerëzit e posaçëm që kanë kenë për mretneshat, ose për mretni që nuk linë djallë, linë vetëm vajza, edhe e mesh me njërin për me a thanë fjallë, ose me a thanë ata ritualet e veta, që linë djallë, ose ku kanë shku për shembull në luftat mëdha, i kanë pas ta që ti bën një farë lloj magjie dhe në një energji që të fitohet. Pra, unë edhe herë mendoj që sot në kohët e sotme njerëzit janë budalleqe. Janë që ata marrin në çift. Ose i thonë njerëzit ignoranta, ata që besojnë këta gjëra janë ignoranta. Unë mendoj. Po me fol me një shtresë tjetër, thonë mua më ka nol vetmar. E ka me fakte. Absolutisht. I kanë gjetë me emna, i kanë gjetë me ato që unë për vetë ato që kam thënë, domethënë prej personit. Po, me fakte. Jo vetëm thjesht se gojllan, sikur më duket se ma ka bë filani. Ka kanë diun raste që kanë me emna. Me emna që është një gjë që aja nuk mundesh ti me shpifa gjë. Për atë them domethënë që në një farë mënyrë besohet,
por është ai besimi që me atë energjinë ose dhuntin që ta ka dhënë Zoti, që do me bë mirë apo do me bë keq. Disa njerëz zgjedhin keq, sepse dinë që ka njerëz që i bë. Si janë të gjana që mesin mister, edhe këta ndoshta mesin mister, po dikush i kanon ndoshta taman ata e besojnë që kjo gjë ekziston. Por mendoj që e keqja nuk ka fuqi te njerëzit që ja lajnë zemrën e vet në dorë Zotit. Sepse për mendimin tim e mira gjithmonë fiton. Absolutisht. Por duhet që me besu me gjithë zemër, sepse nuk mundesh ti dan me alan diçka në dorë besimit Zotit në këtë rast, edhe prep e dyshon atë. Kur është me dyshim, aja nuk realizohet. Kështu që kur ja lën zemrën tonë në dorë Zotit, aja e keqja nuk ka fuqi. Me thënë drejtën, dole në një kujtim që kam pas, i thash njenës, besoj, edhe kam shku gjithmonë të një kishë edhe bëte gjithmonë, mund ka bë personalisht mrekulli, edhe i thash, pse nuk shkani thash unë, sepse mu ma ka bëj këtë histori, thash shka dhe përveje, edhe më thaun, po shkaj me tha, po s'dija në iman, ja i thash lutë mas shka, sepse në qofë se nuk beson, që Zoti të njën, edhe e ketë kotë. Dhe më thonë, mas shka sa me logojnë, unë për shkaj me posdija për ma banjeja. E thash, lutë mas shka, sepse ashtë në besimin sa beson ti. Një ashtë të si puna e njerëzve që luten me buzë, po e kanë shpirtin bash. E kujtojnë se Zoti pse lutesh me buzë, Zoti ti në gjanë ata lutja. Zoti nuk ka nevoj mi u lut me fjalë. Ajna njef shpirtin, edhe ka që është energji. Ba me hime forme klerik për punin e magjisë, sidomos na katolik, e kena të naluën me fe. Pse? Sepse thot, e para punës thot nuk ekziston, e dyta thot, vetëm lutjet e mia janë të dobishme. Pra, edhe lutja është si një farë jo magji, po edhe lutja është një ritual i cili menohet dhe prifti dhe feja të thot që nëse lutesh, lutjet mund të realizohen, në gjohen. Kështu që edhe lutja është një farë uret lidhse me një dimension tjetër që na nuk e kuptojmë. Pra lutja është e mira, tjetra është e keqja. Tjetra është e keqja. Sepse prapë edhe herë me u kthy Biblës kur Zoti krijoi angelin, Luciferin, ai i dha fuqinë e tij më të madhe, tha do ta nap fuqinë ty që ti drejtosh të gjithë engjëjt tjerë, të gjithë engjëjt e tokës. Po kur e pavi mandena që Luciferi mori kaq shumë fuqi, i tha Zotit, unë kam më nevojë për ty. Do ta përdori thot forcën time. Thea më i thot Zotit, nikja thot. Ty për mend nuk do ta marr më fuqinë që ta kam dhënë, por kur nuk do të jesh më i forcon. Prandaj na sa jetojmë në një botë e cila thirret angels and demons. Angelët edhe djemnit. Pra, edhe mnia, hinte mnia e zezë dhe dhe mnia e mirë. Kështu, shumë njerëz e kanë praktikuar në Shqipëri në kohët përpara. Unë mendoj prapë sot, si e thash para kam parë në për video për mirë, që nëse s'kan pas fëmijë, kanë shku dikon edhe janë mundur me është magjia e zezë dhe keqja, është magjia e bardhë, magjia e mirë. Shumë njerëz për shembull, përveç magjisë, është kurbani. Kurbani hin një pjesë e ritualit. Do të thonë kur ti hap të menet e shtëpisë, ti ke thirr, ke bë kurban diçka, për me të primar. Se kjo me të më thonë si qysh në fillim të krijimit, konke në më thonë, që ose të me bë diçka me të një gju Zoti lutjet, ba një kurban. Po, se kja lidhë me Abrahamin. Po, pra të. Kur Abrahami i thot Zoti, se Abrahami ishte shumë pasanik, ishte shumë burr i mëshëm, edhe i thot Zoti, edhe i shumë besimtar, i thot Zoti, ti nuk më beson mu. Po më i thot, i del nanër. Nëse më beson mu, keme ba kurban djalin. Nëse më dënë shumë. A e merë djalin, shkon me prej, edhe i vjen angjëli i thot, jo, thot, mos e prej djalin që kur ke qingjin, edhe bën e kurban. Prandaj na ka nis kurbani.
që mos sakrifiku njerëzit, po mos sakrifiku faktikisht kurbani ka nej këtu me shekuj. Mos sakrifiku njerëzit. Në tëna kulturat botë, kanë sakrifiku njerëzit. Kanë bën njerëzit kurban. Kena dhe legjendën e Shkodrës. Kena dhe shpreja kur dhoshin për na kënd që për shembull pas kanë bë kurban, kur ta kanë bë keq, domethënë pas kanë bë kurban, djegi hon. Të bësh kurban, të nga ju më të bësh kurban, të bësh. Domethënë kjo ka dy kuptime, se për shembull kur të kanë bë, si ke thënë, ama pas kanë bë kurban, domethënë ta kanë halli fije. Ndërsa të bësh kurban është me kuptimin që ose fardu, edhe on des për ty. Kjo është temë, jo vetëm delikate, po është pak që hinë edhe duhet me kanë studius për me afru të shiku si fjene një tjetër. Por njëra se si na komunikojme e bim të ju është ajo që kena folë gjithmonë në përshpia, me shoshni, me njerëz, atë që bane edhe ju sot në përshpia. So jam shumë i sigur që për ju që ta ndini këtë temë, disa për ju, ose edhe një shumicë juja, keni raste, jam ka thënë halla kështu, më ka thënë daja kështu, agja, teza, njëre tjetër. Ose që nëllë vetet Ose që kanë vetë ju, po kjo nuk është një diçka që po shpikum. Ka edhe njës që kanë me thënë që janë tamarrina, se këta janë, si me thënë, janë gjana ignorante. Dakor, ata kanë diçka tjetër. Por, po vazhdo. Se është edhe tjetër, se primant që të acerojnë disa njerëz, edhe thojnë, po që nuk jena, kjo nuk është muhabet shkencet, as jeni prej nesh nuk jena shkencator. Përveç mejet. Më falni, përveç Markot. Por, kjo është muhabet tavolinet masditet që tonë kena bo në përshpia tona. Më falë, po Marko e ka thane se po thamë unë diçka po për ti, po Marko e ka thënë sa herë që na nuk jena filozof, nuk jena kështu, nuk jena ashtu. Jo, e kisha fjalën ndërsa du me thënë diçka që anë punën e këtyne njerëzve. Ne na tonë barabartë. Por, është një histori që thot një natë ujku shkovi të stani i deleve. Edhe kapi një delet bardhë, edhe hangre e mori me vedi. U gëzune delet e zeza. Fiku e por. Thane, hamor se ujku nuk ka fort i keq. Erdi natën tjetër, mori një delet zez. Thane delet e bardha. Pa din qa. E pasa një fort drejtësie të ujku. Se je morit bardhen, tesh morit zezë. Nuk e ka fort i keq. Nuk e ka fort i keq. Kështu e njerëzit. Mëndin a ujku, vazhdoj të njetën, me amush me anën deleve, se unë baj drejtësi. Pa marësirë si hanë të dyja. Kështu që edhe njerëzit, në qëfar të loj temet, në qëfar të loj debatit, njëtën e përdiqme, apo në podcast, apo këtë që t'jenë, janë të predispozuar të kundërshtojnë ose të binë dakord. Ashtë dhe kja tjetëra. Kështu që na duhet me kanë të qetë, sepse unë më nej, njëtët që mu më kundërshtojnë mu më banë nërë, ata që më kritikojnë më banë nërë, sepse mësaj për tyne, i marë kritikat dhe kështu formoj vetën. Unë më nej që sa të ditë të sot me njerëzit janë bë shumë ma ujqë se ujqët. Edhe është dhe një tjetër histori me kështu si shprehje me ujkun që thot delja ta njetën jashtë rujt edhe ka pas frikë që mësë hën ujku edhe në fund e ka myt bareu që i ka besu ta njetën. Një është të shkën edhe puna me njerëzit. Ata që në ushte i besan ma shumë janë ata që zhgënjejnë ma shumë. Me të thënë drejtën e kam lezu. Me kalu për të kja magjia që thame që njerëzit thujnë që janë njerëzit e afërt që ja kanë ba keqen, se për keq zakonisht ta ba ma shumë. Para pak dish lexova një shprehje që i thotë birë rruju prej ati që i bën e mirë. Dhe është mos e vërtet që njerëzve që i bën mirë janë ata që ta kthejnë keq. Ndërsa një shprehje tjetër, në fakt më ka thonë doja jem, më tha, tu diskutu, në fakt një ndër bisedat e fundit që kam pas me te, më tha, ma njërë tha, mas u mërzit tha prej njerëzve të këqi, tha, kur të shikosh njerëz këqi, bani mirë, edhe prej 100%, ka mu ullë tha në 75, ti prap tha bani mirë, ka mu ullë në 50, ti prap tha bani mirë, ka mu ullë 25, ti mas e lësho tha kur tha pa ba mirë, tha, por më tha doj mas harra tha një gjë, tha,
i keqi zbohet kur i mirë, edhe ruju, tha, sepse në moment që ta gjejnë atë momentin, ka me ta ngull thiken. Kështu që gjithmonë kije parasysh, sa do mirë që ti bash, kur ta gjejnë i keqi momentin, prap ka me të bë keq. Kështu që na s'mundën na me ruj gjithkujt, por duhet me pas sepse ekzistoka edhe i keqi, edhe i miri. Na përdor me shumë biseda pak futme dhe fenë sonde këto, po me që e futme të shpo... Po, përse jena, dhe më thonë... Po japim edhe kështu shemë i shtirë, po... Të shti, unë gjithmonë menoj personalisht, kur më nullë për shemë, sidomos sa ma shumë që njeriu, sa ma shumë kalën koha, jeta, ban jeta, ka i herë me mësu edhe me zërë. Edhe menoj ka herë për shamo, ose tanë kena që nështë s'na ka bërë kush keq, por na duket ne se na kanë bërë keq. Edhe kam thonë gjithmonë që kur Krishtin kanë kryzu, që kanë menu, se ka ardhë si biri i Zotit, kush jam unë, që me menu që mu nuk nullaja gja, e para. E dyta, e prep me kalu të feja, Krishtin e ka të rasthu një për apostojve që ka kënë në rrethin më të ngushtë. Pra, kjo gja nulla dhe me njerëzimin. Njësoj, kur i ka nulla ti që ka ardhë në këtë botë, biri i Zotit, kush jena na, që jena ata që na e kina të rasthu edhe birin e Zotit. Si mundën na me besu që dikush ne nuk na të rashtën? Të më të ju marë bashkë fenat, mitologjit, gojlanat, kja është një përsimje, pak prej aty, pak prej aty, pak të historinë të ndryshme për gjithonë. Këthejnë edhe herë të magjia, pra në menojmë dhe ata që besojnë menojnë, që njerëzit që kanë aftësi për me ba magji, ose me ba mni, për mirë ose për keq, kanë një farë, si me thanë, fuqiet ose një metodet që kalojnë me një forë dhe një dimension tjetër, sepse po s'nodhi ashtu, magjia nuk funksionon. Jo, në gjë, edhe e vërteta ja që the, ndoshta për një atë jena të i përzi pak prej të tanave, sepse teknikisht një që beson s'mundet me besun këte, dhe më thonë, oke me besun këte, kështu që na si jena profesionista për me dhonë receta për asisan, pavarësisht se du me diftu i histori, në fakt më tha njeni para da ditve, din që dalin kështu lytha në përdur, dhe i kishte pas me vite me tona. Pes mujtë me heke me ba, edhe i thot njeni, një gjanë, që ose s'mund është me hek, thot, gjej një kalë të bardh, edhe shka thuj kalit bardh që kali bardh, i kemi hek lythat e dorsat, nuk e dita manë se se ka thona spoja jep atë resepin se as vetë se di dhe gjosi aman se ma ne ka në fillon njërës me thona ma njërë ndërta si me hek këtë si me hek atë qafet nuk e di por si fakt më tha këj personi mas 2 javë mikne tesh në hasha se di gjo sa e vërtet është këj mohabet por me null ka null po ishtu më thane që ka null kështu që gjo se kene në i lëth shka te ka libar thuj ma heke këtë lëth edhe t'heket ishtu më rajtë po jo raj kanë kene gjithmonë në Shqipëni për shembull ku kam jetuar në për zona janë kanë gratë që janë njoftë që kanë thënë fjalë për shembull kur kanë puna ja për lezat si thotë Manjol i kanë ba me mushnia pullet bile nda vende me mushnia pullet edhe i thoshin fjale edhe të ishin lezat ose për shembull moj me një rast që më ka thënë dikush që e kina podcastin në shqip se në anglisht për një dërvish ishi po shumë famshëm me këta gjana si kanë no po thonë që më kanë thënë në shkuri se s'dine resepina po thonë që më kanë thënë për një dërvish ja di edhe emrin dërvishit po s'pa thëm njëri ishte i martuar kishte vite po martuar edhe ishte i pa martuar dhe më thonë s'kishte fëmijë se i martuar mi ishte edhe kë i dha një cigare ja kishte thënë të fjallë i tha para se me vjetë kime i pi këtë cigare mas me pi uja të kërgjave dhe me pi cigare edhe të shti mund në të koincidencë por aj si me thonë gruja i meti shtatzan dhe aj të shelen në ti sepse thot jam tana mënyrat po lutja ati ose më vare sepse dervisht janë njerëzit ma me si me thonë spiritual
spiritual. Janë njerëz më spiritual, edhe çdo gjë e lidhen me shpirtin. Tash sa mund të funksionojë, unë nuk mund të më thonë. Po se s'di nëse si jena ekspert në atë. Shumë njerëz i thrasin dervishat për derman. Jo, ashtu kam një vëdeu e diftu tash, a kam një të estrada Shkodrës, sa ma ka thonë kush në hasha se di gjo, po më kujtu të shitheti, se jam bale vetë me diftu Barcoleta, shkën njeni takohet me i shakt vetin, dhe i thotë, si, ma që i martu e po s'kena fat, dhe më thonë s'kena linë, s'mundëna me pas fmi. I thotë, shka marrë loto, thotë, të kisha shenjë të qëtanu, në leq, në zi qiri, dhe shikon se qanol, edhe shkon kjo e nëjzete, linë fëmija, linë 1, 2, 3, 4, 5, mos di sa vjetëve, thotë aja, disë se kam po, si me thonë, marë kun të sa vjetë, po shka e shaf, ning, bjen dërsh të deli fëmijë 5 vjeç. Dhe i thotë, ha me zemër, thotë, kush je? Ku a baba? Tha baba ka shku të në kisht loqit me fikqinë. Ta marrë një shpërë, që mi mojtë të në të fëmijë, ka pas. Kështu që kja ishte komplet për shaka, se ku e kam nisë një gjonë votë. Për njëtë dhe në Shqipni, nga që s'kina pas energji elektrike, sidomos në për zonat malore, kështu kanë ba fëmijë ma shumë. Sa qirat pas kanë kenë. Mëjme për shembull ka pas në raste që sot e përdoren për shembull gjathin e larit. Kur djegët gjathi i larit, e kanë përdorur dikur në për shtëpia për me lagu thoshin, atëherë përmend djalli. Po, shpirtat. E djegshin gjathin e larit thatë. Kur o thate, e djekshin, kishta njarën, po, e bashin në Shkodër, ka takume e pa, sepse menohet se energjit vinë në disa mënyra dhe energjit ekzistojnë. Po thëmë pra, di që ashtë në këta historinë, janë energjit pozitive dhe energjit negative. Po, si jena zoti për mëndit. Na i flasim në mënyrë popullore, sepse nuk jena eksperta, por të parasysh se na e dina se edhe ju keni pas lidhje me këta muhabete dhe me këta gojllana, atëherë prume të ju në këtë mënyrë që ndoshta edhe ju mund ta diskutoni në shtëpia tuaja, jo se një temë shumë të rëndësishme për jetën, po një temë e cila ndoshta ka nisë edhe më u largu për arsye të teknologjisë, për arsye se jesë të shpejtë. Se për shembull, kam pa në përlajme që janë, për shembull, filoni thonë shkoni atje i ki rrollat sa i malli gazetë. Po, vazhdojnë, ekzistojnë. Po. Biletesh e kanë edhe mundësinë më shumë me shku, se dikur për shembull s'kan mujt me shku prej një fshat te një fshat tjetër për mi bë këta gjëra. Atë kanë më mundësinë me udhtu, me lviz njerëzit, edhe shkojnë edhe i njekun edhe më shumë këta gjëra. Nuk pa do mendja që është në një shtëpi që se ka një histori. Ose në një person që se ka një histori dhe më thonë, është noshi o gani, atë gani. Ose në herë me thonë që hashtë nuk sa më ka ba dikush diçka. Se ka herë është edhe fati, që a jeta nuk mundet me të pri marrë gjithmonë, ka ta rëzohesh, qohesh, por edhe alen diçka hes tjetër, sepse të ban ty mundi ma mirë nështë edhe a thu ma ka ba dikush. Ata janë edhe gjana që njeriu mendime që i kryen iluzionin në kryt e vetë, por alo ekzistojnë. Është edhe shprehje tjetër i plas syni, dhe më thonë se duket se të ka marrë dikush më sysh. Po. Edhe ka ke një silloj shami, dhe më thonë kush mori. Energjia keqe. Po, dashur me përsërit vetin, po ata në fillim unë gjithmonë i rri, edhe kur flitet për legjendat ose për gojllanat edhe për mitologjit, ku ka za, nuk ka pa gja. Është shumë e vërtet, sepse edhe legjendat që thonë jo më është një gojllan, është një ren, legjenda e ka të vërtetën në ren. Edhe historia, sa do e lasht, aja deformohet, mundet ndoshta edhe me u deformu në atë mënyrë që nuk bëhet më e besueshme ose transformohet në një mënyrë tjetër, por ba me hime pa hol, e vërteta është atje të errësina, atje ku njeriu mendon që nuk ekziston kurrë. Në kjo se na flasim edhe për fen ton, çfarë lloj besimit fetar, aja fe është aq e larg sa që është transformuar në një farë mënyrë në ditë sotme është komplet ndryshe se si ja kanë para 2000 vjeç ose para 1600 vjeç. Ose nëse flasim për shembull për me shku deri te Greqia lashtë para 5-6 vjeç. Atje ku kanë besu njerëzit në zotat erës, zoti i shiut, zoti i detit, Zeusi, i zjarmit, domethënë po prap mendoj që çdo gjë ka një farë lidhjet me dimensione tjera,
sepse na jena trup me mish, por jena të rrethum, jena me shpirt. Më kujtu kja tjetra se jena të full pun magjinash, këta janë bërë në mënyrë të fshete, se kërkush nuk ka shku me thonë dikuj që ta kam bërë ty një diçka, janë bërë në mënyrë fshete. Në mënyrë fshete janë bërë vonë. Fshete jam të thonë, nuk ka shku me thonë personit mërka. Aja ka shku dhe ti nuk i dit në se kanë ekzistu që janë bërë, kush ta ka bërë, sepse kanë bërë në mënyrë të fshete. Në ditë të sotit, jena të jetu që njerëzit janë të bët keqen direkt, haptas. S'ka nevoj ma me shku me bë magjina, janë të ta bët keqen në sy, të të busqesh, të ta bët keqen, e të ta fut këtë energji negative, dikuj në familje, dikuj në shoqni, dikuj dikun tjetër, janë të e bë haptas. Të pak të ndikur, ose këta që i bajnë nuk e din kush ta ka bë. Tesha tu ka dal e keqja, tu bë dhe ka dal sheshit, edhe prep se prep, nuk këtë s'kan thonë vjen për ati që nuk e pret. Po në kjo, se du më këthy pak kur thejt që i kanë banë sheta, shumë e vërdet i kanë banë sheta, po ndoshë me thanë që magjia, dhe i vonë, janë ke njerëzit, se me thonë, të spikatën. Ja të disha me thonë, për shembull, dikur i ke një filonja, e ka syrin e keqo, ban magjina, rujo e... Jo, më një, du me thonë këtë, manena, Romat dhe kisha katolike, i qiti të palishme. Dhe me thonë, kur gjete gratë të ba magji, të mirës dhe të keqi i djekve. Është e vërteta, ja, dhe me thonë ato vite nisim i persekutoj, flasim në kohën Romakve. Yes, e vërteta. Se ju dikni me jetu, Jo, u ba një konkurencë. E vërtet, dhe me thonë, u që shi shtrika, si me thonë, edhe ado është për një djekshit. Njëtë në gjanë, unë kam ledzu për shamo se kja s'ka lidhe fot me gjamin, por kam ledzu për Leonardo da Vinci, ku Leonardo da Vinci i përkit një menës tjetër, jo të kohës që ka jetuaj. A i një menjë gjenjale. Dhe me thanë, a i hite në kishë, se në kishë i qoshin vdeknit. Kur vdeknit, s'ka pas, atë i kanë qu në kishë i kanë qu vdeknit. Kësh kote, tinza shnatën, hite në kishë, edhe i prejte stomakon, i bate anatomin. I prejte këta, edhe i vizatote damart, i vizatote veshkat, sepse dhe njët herë nuk janë ditë. Pra kisha i qute këta njerës edhe Leonardo da Vinci, për shemo, ose Giordano Bruno, Galileo, që ishin me një men dhe shumë të hapon, i këqyrte si njerës të djallim, sepse i kishte në konkurencë. Kisha thote vetëm on lutjet e mia, vetëm gjanat e mia, mi besua. Po kur thotë është e punën për shembull për kishën, është e njëjta gjë, se nuk mundesh me thonë që na nusha nuk e dina se den kërkosh 100%, por nuk mundesh me thonë 100% as për këtë gjë që nuk ekziston, për shembull magjit e këta. Pse? Sepse edhe me fe, ata që janë shpall shejten, kanë njerëz. Po. Nuk është se kanë njerëz, zgjallon për Zotit me një energji të minatyrshme, që ka shkuaj edhe e ka shnosh diken. Pra, me atë energjinë e vetë, me atë energjinë e mirë. Kështu që kur fillon edhe fokusohesh në këtë energjinë e mirë, të ban me menu që edhe kjo energjia keqe ekziston, se sikur ata që bajnë mirë, kanë shnosh njerëz deri në kisha e pranon, edhe janë ta njerëz që bajnë jo vetëm kisha, po të na fenat e pranojnë se dhe djalli funksionon. Djalli banë punën e vetë. Pra se këta gjana nuk janë gjana shejtnish. Që po diskutojnë. Të janë energji negative. Ma nej si quhen, dikush i quen një... Ashtë edhe mos besimi, në fakt du me thonë edhe një shembull tjetër, ka kënë Padre Pio, i vetë nërd vetëmi, se nuk s'kam historinë nuk e kam historinë të tonëve, por e di që nuk është besu Padre Pio se sa i mirë është, edhe është dënu, a i ka luftu me djajt. Jo, sinqerisht, jo, në qëse nuk e di. Po, edhe është dënu me 10 vjetë mas me folë. Padre Pio është shenjë, sot. Jo, unë e di që është shenjë, pra të ka thonë. është nërë të vetmit që nuk e kanë besu. Por, ti norta e harrove, që më mërmene që e din, Padre Pio është i vetmit që ati janë shfarë stigmara. Stigmata... Sikur të ma kishe lanë, unë të kisha përfundu. Edhe thosh, është i vetmit që nuk është besu në besimin që ka pas shenjat e Krishtit, edhe është e vërtet që ka hup në çdo ditë një filxhan gjak prej plagëve të tij në dur edhe në kry. Por
tu e mendu se sa I mirë është, edhe është I vetmi që, nëse ke shku atje me urfy pa dërpiut, edhe I ke thonë, I ka çkam, të ka thonë një çkeja, po I këta mon mend, dhe më thonë e ka pas atë fuqi për me e ditë se çka ki bë. Edhe është nër të vetmit që ka ken I tmeshëm në rrëfime. Por nuk e kanë besu se sa I mirë është. Edhe e kanë dinu, mandena normalisht që ka dalë edhe është jarë vërtetua, është bërë shenjtë sa të kësaj ditet. Por, bima dhe nate që edhe njështë I mirë ka hirë si besojmë se janë të mirë. Ishte thjesht shkurt edhe sakt. Ja, dakor, se ti punën këtë për me lidha që thamë ma përpara, punën e njerëzit kanë disa fuqi që janë nevzoti me kalu pak në për disa dimensione nështë shumë të vogla, por që bëjnë ndryshimin me jetën tonë të përditshme. Po tjetër, sepse jeta jonë e përditshme është ka që ngarkume, jo me punë, jo me zi groshen, jo me la çorap, jo me prej flok, edhe na shkput komplet nga ja jeta shpirtnore ose si e kanë kinez meditimin, sepse meditimi është indian të kujtoj e kanë. Po edhe indian, po Kina se Buda, kam kujtu se kanë kënë indian që kanë atë meditimin. Buda, budizmi, asiatik, kinez, por e kam fjallin që njëri me e meditu vetë-vetën dikon me ata metodet e tyne, arrin të ketë një komunikim me natyrën ose me disa dimensione tjera që nuk I gjen në jetën e përditshme. Këtë dështë të më thamë. Po thamë, se unë për shkakun të kjo që kam duhet me pas një super fuqi që ti pa më njoftë, pa ditë, për shkakun ke shku te murfy, edhe I ke thonë që I ka që kam ba, edhe të ka thonë që a I ti ka ditë mkatet ma mirë se I ke ditë mkatet tuja, ose je mundu me jam shej me jam shej, dhe më thonë edhe e ka pas atë, dhe më thonë kjo është një super fuqi që e ka pas, edhe e ka përdor për mirë. Por, unë mendoj prapë që kjo nuk do të thotë që ne të besojmë çdo gjë, se ka shumë gjëra atje për shkakun që njerëzit I bajnë përfitime. Ke njerëz që thotë, hajde ta shoh filxhanin ti merr 20.000 lekë me pa filxhanin ose ashtu ja fut katë edhe fiton lekë. Kupton? Ose hajde ti shoh letër. Po, e kena pa kujtoj, janë edhe kështu që I thonë për shembull hin brenda I thotë o filoni ka këtë hall. Domethënë në përfitime në për historinë që kanë. Nuk thojmë në kurthën ose në prejt të një shtrese të cilët janë mashtruesa, ke edhe hoxh mashtruesa, ke edhe prisa mashtrues, ke edhe që I kanë dalë me zonë. Tu e trash mark, masi bani ku I magji, masi bani ku I. Ja, kam fjalën këtë. Por që kanë ekzistuar edhe ekzistojnë, unë prapë besoj që ekzistojnë. E mirë, dhe më thonë, ai mesazhi jonë është që nëse ke atë fuqi, përdore për mirë, dhe sepse është mirë me bë mirë, si gjithmonë. Edhe kur s'ke fuqiun, më thonë që fjala e mirë I lep tjetrit shumë energji pozitive, fjala e mirë është si një peshqesh që mund të dhënë dikujt, sepse pa fjalën e mirë nuk mundesh as me qesh, as mundi mirë. Kishte shkruar njëna, në fakt një mesazh dje, edhe më thotë nuk ju kam ne, thotë keni kënë një kështu pikë dopte jemja. Por kam të çdo ditë që shoh edhe të një prej reelsave që kam postu para 2 ditëve, tha që një që kisha nevojë për atë mesazh sa ma ndryshove ditën. I thashun s'ka gjë që s'na ke njek, s'ka gjë edhe nëse nuk vështen me na njek, rëndësi ka për mesazhin më të bukur që ma bane ditën e bukur. Edhe për çudi prap shkruvi sot, edhe për një reel tjetër tha ma I ty të zotit rujtë se ma knaqe e shpirtin. Dhe më thonë, ku ka ma bukur se na nuk shpikum as safa, as I san këto, na flasim prej zemret, por në qoftë se mesazhi jon, në një mënyrë në një tjetër, ju a knaq shpirtin, ju fal një buzëqeshje, për ne janë miliona buzëqeshje mrapa, sepse ky është mohabet tavolinet, ky nuk është mohabet shkencet, as me dhon mend kujt, as me misgill pun kujt, por në qoftë se as mohabet Big Brother. As mohabet Big Brother, por në qoftë se mesazhi jon, se na nuk ja ka nevojë pa ne çdo. No, mohabet Big Brother se na nuk ina vipa. Nuk ina kanë vetë për me kanë Big Brother. No, kështu që ita janë komplet njëte çka kena ndonjë
Qa në kanë thënë, qa kina jetu, sepse Markun e kina ma plakun këtu, i ka Davide mi shpatula, edhe vetë nuk kam pak, por janë thjesht mesazhet e jetës edhe eksperiencë të jetës. Plus që janë gjana që gjithkush mundet me gjetë vedin të këta histori. Se na mundën edhe me lexu për shembull diçka që është një kuriozitet ose diçka, po tonë sot me teknologjinë tonë munden me një edhe ai që ndoshta s'ka mujt me pas ma shumë se 4 klasë shkollë, sa të ka telefonin 1 euro, edhe ka mundësin me hi atë, edhe me një vetin mirë, sepse e gjenat përgjigjen që lyp. Kështë që na kina muhabete që janë thjeshta, biseda që mas mi kompliku edhe me ba që ju me gjetë vetin gjithmonë. Po pra, më thanë, shumica, popullsia, na nuk flasin për vipat. Na flasim për njerëz të thjesht që kanë nevojë për me një muhabet shpijet. Për ju që nuk e shifni Elvisi her mas heret është tira balit me dorë, kur na mimi e t'i fol, thot qajt. Unë është në duhet gjithmonë edhe ka herë edhe me rikujtu, se gjithmonë kina njeksa të rije kështu, që na thojmë ka e thumë Marku ka herë na thot mu e manjorës që mas rrini të thonë të ankuan nas kina skript, po sinqerisht nuk kena. Na kur vim këto, Marko në fakt bëhet shumë ka herë nervoz me mua me Manjolën se thot pse nuk keni gjej për çfarë teme doni me fol sot. Edhe e vendosim 3 sekonda para se me fillo. Për këtë dona me fol. Pra për njëjtë muhabetet nuk vin shumë rrjallshëm. Vëmendja ka shtmeshëm. Jo, na flasim për natyrshëm. Na flasim për zemrat. Në këta tema të më thonë, asë njëne se kina ledzu. Nuk ka puna për zemrët. Na flasim për Puna është këta tema, nuk janë tema që i kina shpikna. Këta janë realitet që na edhe në qose ti nuk e besan, e ke njët pak të ndikon si histori. Nuk mund është me thonë që jo, hera par që qanë të folë, ka hera par që i po një këtë punë. Dhe më thonë, se kina dhe për aty njerës, ka një thanje për kulumrijat. Ata shkodojnë dhe din qëfar zogut është kulumria. Edhe kulumria kishte një histori, se thotë kulumria kur ka cicerimin e vetë, ban kuku i sof. Edhe thoshin që kulumria është kanë motër, ja kanë përvra vlan i sufin, e ka pas e në vla i sof, edhe ka shumë është mërzit, sa që ja këthin zog, edhe shkon gjithkon hyp në për mal, në për qatia, edhe thot kuku i sof, dhe më thanë vlaj. Pra, dhe kja është një gojlan, e cila e banat lidhjen shpreja dashnin e motrës për vlan që është transformu një diçka tjetër, po. Është, në gjë, të është disa kanë të lizejshme. Dhe më thonë, këtë se kisha një me thonë drejten, edhe nështë asi unë ka dhe shumë tjerë, për një të thojnë ata që më knaqe me këtë mesazh, sepse e gjenë pak vedin, në një fjallë, një histori që thotë, një histori që thotë Gjoana, një që thotë Manjola, edhe më nëjnën njëhesh në shpi, ma nëjna njëhesh, sa mirë ja kalova mas ditën sëtë. Tanë këta gojlanat kanë kënë për atyne që e kanë pas i farë eksperiencë jetet, që s'kanë pas nevoj me pas këta teknologjinat, kanë pas shkollën e jetës. Sepse shkolla e jetës është aja që është marë rëndësishme. Të është në fond të emisioni, pa të zajhe mënë. Për sande, marë e mojë mend, kur më qim pullat, edhe nisim hashim pullen. Nashën a gojnë lakë. Në përë se kjarë të vërtet. Se kena fillu dieta. Më kishte njerë që dishin me pa shpatullin e pullë, sa pjesën e gjoksit. Ja, marë. Për ti, edhe shifshin kështo, atë pjesën e gjoksit, edhe ishin njerëzit që dishin a ka dek në shpi shpet, a s'ka dek në shpi. Se kisha një. Të shti, sa ke më një ti. Sa ke më një ti. Që ja për ne. Unë një prej Markut, ju një prej nesh. Kurse unë një prej Markut dhe prej Manjolës. Unë i kam edhe ma afer edhe mësaj edhe ma shumë si i ka pëllaj. E vogët për një atë, e di eksperiencen e jetës tonë, do të kesh edhe ti mësu këta gjënë. Dhe thonë, kja gjënë është, jo, s'pas kam e mësu kur. Edhe gjënë. Do mësësh. Zakonisht diplomat merren në për universitete njëhen 4 vjetë. Unë do të marrë këto, sot bëhet viti këto. Për 2 vjetë, kene me marrë këtë diplom për e mejet.
Me master, Diplome kena me marrë prej marko të jem certifikata se jam I grad ma posh. Unë si gjithmonë me studenti, ju lut këtyne, ka herë të I dhanë në I gjanën tavolinë. Ka thënë, mi korruptu. Ne, fotit $1 shnjot. Se tha, aja tha, ajvi humori Shkodran që tha, ma shif tha, faqen 13, tha që thot faqen 13. Hape zërnja qanë se do t'a kesh. Edhe unë faqen 13. Në fakt se deshe përmenda Zylin, po e pashi kishte pas 80 vjetorin Zyli, e ju urojmë Zyli Hamilotit, u bashkëllej 100 vjeqe. Ballat runit e shpejt. Po, u bafti 100 vjeqe se aja kina full so herë për ata artista që janë pa përsëritshëm, e shqyr Zotit inshallah ka me pas jetë gjatë, për hatër të vetë dhe për hatër tonë, që na ka shpirtin. Ashtë rrallë edhe nuk I vjen ma Shkodrës një Zyli Hamiloti, ma. Ja, është janë disa shprehje që I thëmë nuk I vjen ma Shkodra, se faktikisht për men Shkodra ka sot artista të një rangot të nivelit nalt, ka pas që janë ma këngëtar, humorista, por fatmirësisht është një qytet I veçantë këtë botë, që a Shkodra si gjithmonë ka zjerë, e ka me zjerë dje me vajza, të talentum, sin sport, sin art, sin muzik, është qyteti ku edhe guri tingëllon bukur, ku është kapet bashkë, është një qytet ku edhe zëtë që thërën ma bukur, na s'jena heq, jena në qytet, se kanë me në thonë që edhe sora thonë që zogu jem është ma I bukur, na priman jena Shkodrën e kena fjori. Ku është I vetmi qytet ku dy lume puthen njëni me tjetën, nuk ka qytet në Shqipni, për të radhja në botë, ku dy lumej për qafon edhe puthen, bojnë dashni, është vetëm Shkodra, lumi, buna edhe drini. Kështu që Shkodra ka shumë gjanat buka, e kisha fjallën të Zyli Haja që u bafti 100 vjeqe Zyli Hamiloti, por Shkodra ka zjarë, ka me zjarë gjithmonë talenta, brez mas brezit, dhe na, sikur na që na kenar për Shkodrën, edhe brezit ashtë nuk kanë me kenar për Shkodrën. Po tjetër, thash pra, tesh jena I fije, se tesh kanë me na shoh, për një atë po I tham që tanë qytetet tuja janë tanë të mrekullueshëm, a kena me levdu Shkodrën, por normalisht I kena me levdu, sa është e jona. Se dhe pak I ka dalë Shkodranve pak si me në mlaj I fije, se ka një fije. Ju djekë shpia ti që levdet vetin. Se ka thënë ma mirë me dhe në mallë se me dhe në vogël, kështu që... Në fakt në pëlqen ajo shprehje, shumë mund është me thonë edhe I herë, domethënë për por ja, nuk besoj që Shkodranët janë me në mlaj. Por të eshte qatë. Ja, Shkodran të thënja me në mlaj, por ne kena arën e male, kena kishën e male, kena kalan e male, kena shumë gjanat maja. Kështu thojnë për një desh. Kafja male. Kena kafen e male, por të me thënë që e kisha fjallën, arsyeja pse e pru me këtë si temë është që na e kena jetu dikur kur kena jetuar në Shqipëni edhe sot, edhe mendojmë që hinë në pjesën e kulturës dhe të gojllanave dhe të mitologjisë shqiptare. Në fakt, po më kujtohet e tesh edhe sot marë, ekziston kjo gjallë këtu në Amerikë, kam lexuar te një faqe që është këtu në Michigan, s'po du me lanë emnin faqes, po kam lexuar që dikush kishte kërkuar ndihmë edhe kishte thënë, a dini jo, I kishte thënë disa personave aty, një njeri që mundet, më ka thënë dikush që mund ka bë dikush diçka, edhe a dini një njeri që mundet me ma zhba këtë gjë. Po tham 2026 ne kam pa unë koment në sytë e mi, edhe ajo për kërkote ndihmë tamam me gjithë zemër se ishte në hall ajo tjetra. Edhe thotë dikush nuk ekzistojnë këta gjëna që janë këta marrina kështu I tha ajo, tha ndoshta as mund të ekzistojnë, por kam provu çdo gjë, edhe duke e provu të paktën ndoshta edhe nuk kryejnë punë. Po me që thojnë që mundet ndoshta ka herë ka edhe njerëz që bëjnë mirë, a njihni jo. Edhe po kishte aq shumë komente sa I diftoshin kur shkosh në Shqipëni, njëna tha shko te mali të morrit, që dion mali të morrit se thonë si theti dervishet kujt e kanë atje? Kishte domethënë të morri. Në Mali të morrit faktikisht ka studiu edhe zviceran edhe amerikan, sepse Mali të morrit vend I shenjtë here.
Atje menohet që janë bëha edhe mrekulli, për çdo vjet bëhet një tubim i madh i besimtarëve bektashian, shkojnë atje edhe është një prema, një gjë shumë e bukur, janë tonë është krejt shpirtënore, krejt e pastër. Po jo, e kam fjalën që atje kanë bërë studime se mendojnë se është një lloj energjie e shpjeguar nga ana shkencore, e cila është një energji aq e pastër që nuk mundesh me gjetë në vende të tjera, prandaj na njerëzit shkojnë atje dhe ndihen mirë shpirtërisht, pozitivisht sa zizim. Si puna kisha laçe, domethënë që shkojnë për tona fet, shkojnë edhe aty, shkojnë edhe të fejve të ndryshme, edhe për shembull katolik shkojnë aty, jo veç bektashinit, edhe gish laçi shkojnë tana vetë. Se ne se s'dona me kalmu në për tema tjera se kjo është energjia, domethënë që unë shpjegoj ndryshmë, këtë shpjegon ndrysh, ajo tjetra shpjegon ndrysh, por kjo është një superfuqi që këto vende kanë. Kush beson? Unë për shembull, unë kam besuar që vjen prej Zotit, dikush beson jo, vjen prej robit, dikush beson vjen prej këtij, vjen prej atij. Domethënë, jo e keqja zakonisht për robit vjen, se edhe Zotit pakalojmë për kur ka hyjt Krishtin e ka ardhur për njeriu, nuk i ka ardhur për një lloj çënie tjetër ose një lloj energjie tjetër. I ka ardhur vdekja edhe tradhtia për njeriu, kështu që nuk vjen për Zotit, vjen për robit. Për me dhënë një shembull të vogël edhe me mbyllën për sonde. Unë do të dhënë edhe një shembull të vogël do ta mbyll. Edhe mos ta bëjmë këtë për mbyllje. Shkenca e ka planuar që ne na tradhum me frekuenca edhe me vibrime. Sepse kështu është ndërtuar edhe me energji, kështu është ndërtuar me universi, por një rast që më ka bërë shumë përshtypje që e kam hasë dikon, janë kumon të kishës. Kumon të kishës nuk janë kënë vetëm kumon për me i thanë njerëzve hajde se do fillojnë mesha. Tingujt e kumon të kishë, frekuenca që lëshon tingujt e disa kumonve të kishës, kanë shëru njerëzit. Kanë ullë depresionin, kanë shëru disa sëmundje mendore, kanë shëru disa reagimet që kanë pas energji dhe frekuencët dhe vibrimet që ka energjia e trupit njeriut. Ka kanë me duket në shekullin e 13-14 në Spanja ziko, ka lanë urdhën që të zhduken të gjitha kumont. Sepse nuk doshin që njerëzit të smushin, që kjo mjekësia mëndena të kishte i fije ma të rek ma të biznes mëndena. Po ne, këtë lasë shemull që e kam një, por... Ai shemulli jam është në fakt para shumë viteve, isha në një vend që është këto, për mua është vend i lezetshëm, dhe më thonë ishte në kish, ishkova në kish, po, vend fetar, edhe është po, jashtë, nuk është kish dhe më thonë si nërtim. Edhe isha tu lutë në Terezin teme, edhe vjen një burr, mbjen mas shpadët, qa thot, si e, thot, mirë thonë si e, ase njifsha se disha, më thot, a besan? Po, i thoshën e besaj. Unë tha jam astrolog. I thoshën e shumë mirë. Jam edhe indian, tha, du me diftu histori, po njofte pa di, du me diftu tha një histori, tha. Djali jem, kur lini, tha ishte 7 vjeç mosmur dhe ishte gati të deke, nuk mi gjeshin kërkun në Amerikë, derman. Edhe tha shkova, tha një ndi, tha, edhe më thane tonë kur shrit, ki hi ma të kanë shenjtin e jo shenjtin, po do më thonë besimet Krishna që janë këta figurat e tyne që besojnë në fejnë e tyne, hindut, edhe tha më thane që shka ban në rimet ose ritualet e festi, tha, o ktheva, tha, si sa në ardha në Amerikë, tha. Shkova, tha, me punë, tha, në Portugali. Edhe, tha, në atë konferencën që kisha, më doli njani edhe, tha, a din, tha, se Fatima, tha, është një vend i shenjtë ku është shfaq, tha, Zoja, ka bo shumë mrekullina, pse nuk shkan atje. Edhe, tha, çdo gjë bëj për fëmin, normalisht, tha, që shkova, ka marrë, tha, në Amerikë, u luta, tha, si lutet ta prindi për fëmin, tha, erdha, tha, në Amerikë, tha, të nesërmen, ka marrë telefon, një klinik që njifet këto Cleveland, edhe më kanë thonë bjere djalin. Kam shku, tha, e kam qu, tha, djali jem, tha, sot, tha, është, ka marrë mjekësin, ka marru, se kishin kalu shumë vite, sot, tha, është doktor,
edhe ala e sot ta shkoj tha te ky vend tha, sepse jam prap shkolla, se jam pedagog tha, në Wayne State actually. Jam pedagog tha, shkolla më ka mësu mas me besu se astrolog nuk beson në energji tjera. Jam rrit komplet me një besim tjetër, nuk kam ndru besimet, por tha, so herë tha, shof tha, se aty ku shkoj vetë është vend i Zojës, shof tha figurën e Zojës, unë tha nalem për me bë falinderimet. Dhe më thonë që në 3 situata të ndryshme, janë 3 energji të ndryshme, që të tonë besojmë në mënyra të ndryshme, por aty ku beson, ka me të nollaja mrekullia që kërkon. Me qinat e besimi, dhe ishta me thanë Allon që besimin Zot është fitoria ma madhe kundër të keqes. Absolutisht. Dhe ai që beson Zot e mposht çdo të keqe. Kam thënë atë tjetrën, e mira Zoti vonon por nuk harron. Edhe mira mundet me vonu hije, por Zoti kurr nuk t'i shkëndam lutjet ose t'i linte tana. Edhe në qoftë se ta ka hek një gjë prej pjatit, ta ka hek se ka me don një gjë tjetër më të mirë, jo më të keqe. E kira lërë Markun pagoj. Por gjithë në gjanë që kisha me thanë, hirojt tanëve të kenë dashni rreth vetit, hirojt tanëve që të napin fjallin e mirë, buzëqeshjen, edhe përshafime njerëzve të ujtë familjes, shokve, shoqeve, ta njerëzve dashën, aja është dhurata ma mirë që mund është milojnë dikuj, sepse na jetojmë vetëm me dashni. Dashnia është ajo që na bën me jetu më gjatë, dashnia është ajo që na nep kuptim jetës, sepse mishe grosha, mishe pilafi, na mushin vetëm stomakun, stomaku shprazet shpejt, pra dashni madh i Zot në familjen tuaja ka vetëm dashni, begati edhe mirësi. I largof tanat këqia të largofshin për jush, edhe prej në shkëtimi notazhit i erdhi fundi, prej më manjols, natën e mirë, ditën e mirë, mirë mëngjes, mirë dita, kudo që jeni, ju falin vetëm dashni. Mirë pash. Unë deshta me një shprehje që mos u bën shejt në dilen, edhe po i njëjti hipokrit tonen. Kështu që jepni dashni, edhe jepni energji sa ma pozitive. Edhe inshallah dëshiroj t'ju kthehet e njëjta energji që ju transmetoni të tjerët. Mirë pashim në episodin tjetër. Mirë pashim.